Një debat i ashpra ka ndodhur ditën e sotme në Big Brother VIP 5 midis Selin dhe Ina. Gjatë debatit, Selin i ka thënë Inës që njihet si balerin dhe njerëzit paguajnë biletat për ta parë atë në teatr, e jo si vajza që ndajnë çifte. Ndërkohë Ina i ka thënë Selin që të shkojë të marrë babin, duke nënkuptuar Mirin, i cili në mpimen nga dytë ka thënë që Selin e sheh si vajzën e tij. Ndërsa Selin i tha të shkoj të puth shokun, pra Kejsin, pasi në mprimen nga së shtunës vëllai i madh i dha mundësinë Stelinës që të shikonte një video të Kejsit, i cili ishte duke u puthur me Inën në një lokal. Pjesë nga debati. Selin, ti shkon e paguan lek në teatr për të më parë mua. Ina, hajde se të paguaj unë. Selin, duhet të paguash lek për të më parë mua në teatr. Ina, bëu një personazh të shoh sa e zonja je. Ke ardhur këtu për të bërë balerinën, këto janë vlerat e tua. Selin, ky është morali yt që me ti hedh lekët kështu, blen bilet dhe me shikon mua. Ina, a kishe ardhur këtu për të na treguar balerinën, ky është morali yt? Selin, mua lekët nuk mi hedh njeri, blen bilet për të më parë mua. Unë nuk njihem si një vajzë që ndan çiftet, por njihem si një vajzë e cila ka punuar, është shkolluar. Ina, ne të tjerat çfarë kemi bërë, ti nuk e di se çfarë bëj unë atje jashtë. Selin, nuk më intereson zero, mjafton vetëm prezantimi jot. Ina, merre babin. Selin, shko puth shokun tani.